Si historian, në fisi fa si. Só por ele. Digamos bonito. La questão que tinha havido fazer, e vai dentro da cidade, Miqtë të dashur, përshëndetje. Ja ku takuam sërish në sezonën e re të emisioneve këtu nga studio e televizionit Syrivision. Shpresoj t'ja keni kaluar bukur kësaj vere, të jeni mbushur me energji dhe të reflektoni nga atje ku keni qenë për të vazhduar me punën tuaj kudo ku punoni dhe jetoni. Jo pa qëllim, intervistën e parë për këtë emision ne kemi vendosur ta zhvillojmë me kryetaren e komunës zonjën Mimoza Kusari Lira. Kryetar, faleminderit që ndatë pat kohë të jeni me ne dhe përmes nesh me shikuesit tanë. Faleminderit shumë për ftesën juve, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit të TV Syrit. Sa mbaj mendun gjatë gjithë kësaj periudhe sa jeni kryetare, nuk e ditë keni qenë me pushime për një periudhë të gjatë kohore, si ishte kjo verë për ju si vjetë? Nuk ishte më ndryshe, në fakt kjo verë ka qenë karakteristikë se kam pasur shumë pak ditë pushimi. Kam qenë në një pushim të vogël 4 ditor, do më thënë 4 ditë të lidhura me vikendin, që do të thotë 2 ditë pune si isha jashtë zyres, dhe pastaj 3 ditë tjera, 1 ditë dhe 2 ditë vikendi. Ka qenë sakrificë pak për vete dhe për familjen, por për shkak të angazhimeve natyrisht dhe një dinamike që gjatë muajve të verës e karakterizon komunën e Gjakovës, kemi më tepër vizita, kemi më shumë prezencë edhe të diasporës, por gjithashtu edhe të punëve të cilat kërkonin angazhimin e vazhdueshëm dhe koordinimin nga zyrja. Ajo që ka mund të them, është se kemi pasur një verë relativisht të suksesshme. Ne konsiderojmë që ka kalu pa incidentet të theksuara, më tepër të lëvi, por më shumë biznes, në kuptohet në veçanti për bizneset shërbyese, dhe jemi mundu që t'jemi sa më tepër të përgjegjshëm për shërbimet komunale. Ajo çfarë kërkojnë diaspora gjatë pjesës së verës është që të kenë shërbime të vazhdueshme. Ka pasur ankesa këtë vit në veçanti për furnizimin me ujë të pjesë në disa zona rurale, projekt ky i cili është në vazhdimsi dhe një pjesë e cili do inaugurohet edhe tash në fillim muajit tetor, përderisa përmbyllet i tërë projekti vitin e ardhshëm dhe ne shpresojmë që vera vitit 2017 me të vërtetë të shënoj një fillim të mbar edhe të pushimeve, por gjithashtu edhe të përmbushjes së një prej elementeve kryesore të infrastrukturës për secilën shoqëri dhe është furnizimi me ujë të pjesë. Kryetar, para pak ditësh morët pjesë në protestën organizuar nga shoqëria civile kundër zgjedhjes së Vuk Jeremiçit në OKB. Po, ishte një thirrje e një prej organizatave, natyrisht që është edhe nga komuna Gjakovës, thirrje të nënave, por edhe disa organizata tjera shoqërisë civile, përderisa në spektrin politik nuk pat asnjë parti politike e cila nuk ishte e përfaqësuar, do thotë të gjitha e mbështeten, një kauzë që është tepër e rëndësishme për një individ që përfaqëson një shtet që ende nuk ka kërku falje, por mbi gjitha që e dim se prezenca e tij si sekretari i përgjithshëm, prezenca eventuale e tij si sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të ketë pasoja të rënda për Kosovën si shtet, i cili ende nuk është i pranuar në Kombet e Bashkuara dhe në veçanti në aspektin e lobimit tek vendet cilat nuk e kanë njohur Kosovën mund të ketë një ndikim shumë negativ. Ajo çfarë ne duhet t'i themi botës në veçanti është që nga gjitha instancat, duke filluar nga udhëhecit e krerës shtetëror edhe deri te shoqëria civile në arenën ndërkombëtare që pa ardhur deri te një normalizim i mirëfill dhe njohja e Kosovës nga ana e Serbisë, ne nuk mund të pretendojmë ose nuk mund të shpresojmë se individ nga ky shtet
si përfaqësues në organizatat ndërkombëtare do të jenë neutral ndaj Kosovës ose do të kenë qasje pozitive. E dim se me larg qoftë me zgjedhje eventuale të Vukeremiqit aty, pasojat për Kosovën janë të rënda, prandaj edhe unë, edhe si qytetare e Republikës së Kosovës, edhe si kryetare e komunës, një komune cila ka pas pasojat më të rënda nga lufta e fundit, mora pjesë bashkë me djalin, në mënyrë që të themi që nuk është ky vendim vetëm për ne, është edhe për gjeneratat e reja dhe fokusi është tek ata të cilët ju marr shumë disave numër të konsiderueshëm jeta, e disa të tjerëve edhe shumë gjana tjera të vlefshme, por që gjithë sot në një mënyrë ose tjetër ende vuajmë nga pasojat e luftës së fundit në Kosovë. Besim tek politika. Si po ju duken zhvillimet e fundit politike? Ky fund është pak i gjatë. Si po ju duken? Aktualisht jemi në një situatë shumë të rëndë si Kosovë, për faktin se ndoshta asnjëherë më parë deri në këtë pikë të besimit, të humbjes së besimit, qoftë në arenën, domethënë qoftë brenda Kosovës, qoftë edhe jashtë në arenën ndërkombëtare, nuk e kemi pasur që nga shpallja e pavarësisë ose përfundimit të luftës. Vrehet një diskurs i madh i lëvizjes nga agenda apo nga problemet aktuale të qytetarëve në atë se çfarë diskutohet në qeveri dhe në parlamentin e Kosovës. Në një reflektim të shkurtër prej periudhës sa jam kryetare komunës për këto 3 vite kemi pasur në vazhdimsi lëvizje diskursit politik në Kosovë, por asnjëherë në aspektin progresiv, që prej shpalljes zgjedhjeve qendrore te bllokadat e vazhdueshme institucionale te mos arritja një konsenzusit përbashkët politik për prioritetet e qytetarëve të vendit, deri në pikën ku sot mbesim peng të vendimit për demarkacionin dhe vendimin për asociacionin e komunave serbe. Në fakt tash është më tepër fokusi tek demarkacioni, duke u haruar shumë vendime tjera apo shumë përgjegjësi tjera që i ka niveli qendror, qoftë ekzekutivi, po edhe Kuvendi i Kosovës për përmirësimin e jetës qytetarëve. Kemi prezantimin apo shfaqjen e aferave të shumta të cilat thuase po japim bindjen që jemi imunizuar ndaj prezantimit publik tyre, por po them edhe njerë që po e bëm punën shumë të vështirë në avancim të agjendës zhvillimore. Ajo çfarë duhet të them është që nuk mund ecim përpara ose nuk do të përmirësojmë imazhin ose nuk do të përmirësohet standardi jetës nëse gjithë nuk e bashkërendojnë agjenden me prioritete. Do të thotë të bashkërëndohet agjenda për zhvillim ekonomik mes Kuvendit dhe ekzekutivit, për luftim të korrupsionit dhe krimit organizuar, gjithashtu mes Kuvendit dhe ekzekutivit dhe natyrisht edhe niveleve tjera të agjencioneve dhe nivelit lokal, por që të ketë rezultate konkrete. Çfarë mungon sot në Kosovë, retorika mjaftueshëm, mungojnë rezultatet konkrete, por gjithashtu po mungon edhe dëshmia një përkushtimi. Domethënë përderisa po flasim se gjithë janë të përkushtuar luftën ndaj korrupsionit, ne nuk po e shohim atë përkushtim njëjtë përkthehet në aksione, edhe nga sistemi i drejtësisë, domethënë edhe nga gjyqësori, prokuroria apo policia, apo vrehet që e ka një farë ngjetje apo shtytje prapa, apo një çakordim. Në anën tjetër, ajo çfarë vrehet gjithashtu është që ka, edhe pse kemi koalicionin më të madh qeverisës që e kemi pas, ndoshta në periudhën e pas luftës, për jashtu këtu pjesën deri në vitin 2010, ku 2 partitë prap kanë qenë koalicion dhe ka ardhur të prishja atij koalicioni, vrehet prap një formë konkurrencës vazhdueshme, domethënë mungesë bashkëndimit nivelin qendror midis 2 parti më të mëdha në vend. Si dhe çka është për brengosje të thellë shfaqja e akteve të dhunës. Pa marrë parasysh a flasim për anëtarët e një subjekti politik apo flasim për grupe tjera të cilat ne nuk kemi informata ende, për cilat po them opinioni nuk ka informata ende, hudhja e bombave, hudhja e granatave, dëmtimi i pronës publike siç është Parlamenti i Kosovës apo edhe Radio Televizioni i Kosovës, përkundër faktit anash politikat editoriale ose politikat ose puna e Kuvendit janë për të brengosur, se aktet të tilla gjithmonë përçojnë mesazhet jo stabilitetit vendit, dhe mesazhi jo stabilitetit vendit shkon te dikush në ngjecje të asaj çka ne duam të kemi investime dhe zhvillim ekonomik. Dhe në vazhdimsi ndrimi i diskursit e përmenda edhe më herët prej agjendës, prej asaj me zhvillim ekonomik të një agjendë që flitet vetëm për siguri dhe stabilitet, është i rrezikshëm në atë se çfarë presim ne, se cila do të jetë Kosova e vitit tashëm ose cila do të jetë Kosova e muajve në vijim. Dhe kjo humb shpresën tek qytetarët, në veçanti kur Kosova dallohet në Evropë me një moshë të re të qytetarëve saj që kërkojnë
prosperitet, që kërkojnë të ardhme, që kërkojnë vizion, duhet të kenë mundësi arsimimi, duhet të kenë mundësi punësimi, e jo mundësi se ku të shprazet mlefi kundrejt një sistemi i cili është sistem për cilin kanë luftu dhe kanë dhënë jetën shumë bie tonë. Këtu është ai moskënacia të ose elementi i cili të sjell pak defitizëm, por në anën tjetër që nuk bën asnjëri që ka një post publik ose përgjegjësi publike, por edhe ata që kanë diçka mundësi të ndërmarrin të dorëzohen. Do të thotë secili duhet të vazhdoj punën, angazhimin deri në ndrimin e situatës të një pikë ku mund të shohim shenja pozitive apo mund të kemi mesazhe të cilat sjellin të paktën shpresë për të ardhmen. Kryetare, afera Pronto, publikimi i këtyre bisedave telefonike, a mendon se do të duhet të ndrojë mendësia e qytetarëve ose të ndrojë mendimi për gjithë këta udhëheqës ndër vite? Tash në aspektin personal, t'ju them drejtën, unë kam qenë ministre në periudhën kur janë incizu këto telefonata. Tash në reflektim prapa, më kujtohet vetja në kabinetin tim në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Punës bashkë me këshilltarët, bashkë me stafin profesional, shërbës civil, angazhimin për mirësimin e ambientit biznesit në Kosovë, angazhimin për mirësimin e politikave tregtare dhe përgatitja për negocimin e marrëveshjes stabilizim asociimit. Dhe tash në fakt po ndihem edhe një herë e mashtruar dhe e zhgënjur, unë nuk kam pasur kontakte asnjëherë me zotin Grabovci, aso kohë, edhe pse ishte shefi grupit parlamentar, ose gjithë komunikimi edhe me ministra tjerë apo me kryeministrin ka qenë nivel të institucionit dhe nivel profesional dhe institucional, por ajo çfarë ndëgjon është me të vërtet për keqardhje dhe komunikimi, sarkazma, qeshjet në raport me proceset institucionale, me përzgjedhjet e antarëve, e kanë shpërfaqë ose e kanë zhvesh në tërësi një kulturë politike e cila nuk bën të ekzistojë në Kosovë. Nuk mund të themi ne, edhe pse njerëzit shpeshherë dojnë zgjidhje të tilla, dojnë zgjidhje që pa hyrë në intervistë të zgjedhen, dojnë zgjidhje që pa konkuru të jenë diku prezent ose të marrin rrogë, ose të kenë 2-3 rroga nga emrimet e ndryshme që ju bëhen baza partijake. Por zgjidhja afatgjate apo përparimi asnjëherë nuk ka ardhur në bazë të atyre politikave. Vrehet që njerëz, unë personalisht kam dëgjuar në fillim, domethënë publikimin e tyre, ka ardhur një kohë që tashmë vetëm e lexoj transkriptin. Është e rëndë edhe të ndëgjohet, është e rëndë të ndëgjohet se niveli i komunikimit i zyrtarëve shtetëror me ato intonime është pak i rëndë. Dhe si po ja del komuna e Gjakovës, e kam fjalën te çështja politike, ka shik kësaj sfere politike qendrore. Nuk mund të them se kemi pasur lehtë, domethënë e përmenda në fillim që prej fillimit kemi pasur vështirësitë një pas njëshme, përderisa ka fundi janë vrejtë edhe ngjecjet e dukshme, vrehen domethënë projektet e mëdha ku shkojnë cilat komuna, vrehet që ka një anim politik të dukshëm në raport me dy partitë në pushtet dhe partitë apo kryetarët e komunave cilët nuk kanë përfaqësim në pushtet. Unë ende me një kokëfortësi vazhdoj të shty dhe të kërkoj projekte për komunën e Gjakovës, qoftë edhe ato në shumat minimale nëse i lejon qeveria, insistoj që projekti shumë i kërkuar nga të gjithë dhe tashmë i dëshmuar edhe nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për hyrjedaljet e qytetit dhe zgjerimin e hyrjedaljeve dhe lidhjen e rrugëve magjistrale, do të thotë mes rajoneve, të mbetet një projekt i cili duhet të financohet përmes kredisë afatgjate me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Dhe domethënë vetë fakti kur kemi pasur ngjecje shumë të mëdha për projektin e ngrohtores, i cili fatmirësisht tashmë është në fazën e finalizimit në shpërndësim nga ana e qeverisë, ka treguar se sa pak ka pasur vullnet për komunën e Gjakovës. Përderisa për shembull projektet në komunat si Gjilani ose Ferizaj ose Fushë Kosova apo Dujeva janë milionshë në aspektin e infrastrukturës, nga komuna e Gjakovës vi me disa projekte të rrugëve, të cilat nënshkruhet kontrata për 3-4 vjet dhe domethënë ndarjet buxhetore janë minimale në raport me këto komuna. Komuna e Gjakovës dhe në përgjithësi Rafshi i Dugaxhinit meritojnë shumë a shumë në aspektin e infrastrukturës, investimeve, shihet që ka pasur lëvizje të vazhdueshme, por gjithashtu vrehet që kuptimin e insistimit ne asnjëherë nuk kemi hequr dorë dhe thash edhe më herët që unë po vazhdoj, në veçantë jemi insistuese për një vendim që do të ketë efekt shumë të madh për komunën e Gjakovës në krijimin e zonës industriale në Gjakovë. Kemi riaktualizuar prap me takime, tashmë me 10 mund të them me agjencionin e privatizimit, tash edhe me menaxhmentin e ri dhe me bordin e ri, dhe nëse çdo gjë shkon sipas
planifikimit të asaj çfarë ne jemi duke u dakorduar është që ndoshta deri në muajin tetor Gjakova do të ketë një marrëveshje me Agjencion Kosovar Privatizimit për shfrytëzimin e aseteve të 3 ndërmarrjeve dhe pastaj të aplikojmë për zonë industriale pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Nëse ajo ndodh, atëherë të paktën në elementin e ngjalljes së industrisë dhe nxitjes së punësimit dhe tërheqjes së investimeve do ta kemi një aset shumë e vlerë, përderisa e përmenda edhe një herë në aspektin e infrastrukturës si projekti tjetër shumë i rëndësishëm mbetet hyrje dalje dhe zgjerimi i rrugëve. 2 projekte tjera kapitale që fillojnë këtë vit, ngrohtërja e qytetit dhe impjanti yrave të zeza, janë në proces dhe aty tash është angazhimi i tërësishëm i komunës. Qeveria edhe pse mori vendimin për shpronësim barën financiare ja ka lënë komunës Gjakovës, që prapë mu ka duk një element tjetër i rand për komunën tonë. Dihet që kemi pasur probleme financiare që janë përcjell dhe ka mund që të paktën shpronësimin, vlerën, pagesën e shpronësimit për AKP-n ta kryejë qeveria, por si duket atyre nuk ju duk i rëndësishëm një projekt 12 milion euro nga Komisioni Evropian, ndërsa do të fillojnë ndërtimet gjithashtu këtë vit në fund vitit në brendësitë të ndërtesës kuvendit komunës. Ne do të zhvendosemi, ndërsa vitin tjetër fillon ndërtimi i aneksit. Kështu që gjitha projektet kapitale cilat i kemi shtyr prej fillimit, siç e përmenda me një kokë forcit pa pame, po vazhdojnë të realizohen, por me ngadalësime dhe me pengesa. Nuk e kemi meritu, nuk e meritojmë, natyrisht asnjë komunë nuk e meriton ndalesën ose pengesën nga niveli qendror, por kjo është kur ka të bëjë me them ndoshta parti politike ose qëllime politike të cilat nuk përputhen mes qendrës dhe nivelit lokal. Dhe kur jemi te zhvillimet politike dhe ato që janë të ndërlidhura me ekonomikë dhe zhvillimin në përgjithësi infrastrukturën, a mund të flasim pak për dikasteret të posaçme në komunën e Gjakovës? Qeveria komunale në Gjakovë është në koalicion me 2 subjekte të tjera politike. Si ka ecë? A ka mundur të bëhet dhe më mirë se kaq? Po, gjithsesi gjithmonë ka hapësim për më mirë. Ne jemi në koalicion me 2 parti të mëdha dhe disa parti të vogla, natyrisht. Është, domethënë, në anën e koalicionit qeverisës, Partia Lidhja Demokratike, Partia Demokratike e Kosovës, Partia e Drejtësisë, pastaj kemi PDK-in, Partia Demokristjane për Integrim. Kemi pasur, domethënë nuk mund ta anashkaloj këtu edhe opozitën që në vendimet të caktuara kemi pasur edhe votën e opozitës për vendime, domethënë që kanë pasur një synim zhvillim afatgjatë, por që në koordinim midis nivelit lokal dhe qendror, këto 2 partitë e mëdha që janë në nivelin qendror dhe që janë në koalicion në nivelin lokal kanë mundur definitivisht kanë efekt shumë më pozitiv. Gjithashtu një element tjetër që vrehet në komunën e Gjakovës është që kemi nevojë, tash nuk flas niveli politik, po flas niveli shërbësve civil, ka shumë më tepër nevojë për profesionistë në nivelet të caktuara apo në nivel të udhëheqjes sektorëve. Do të thotë në vazhdimsi tash me konkurse me pensionim natyrisht, jo me largim nga puna, kemi bërë që inkurajojmë 3 profesionistë të aplikojnë në pozita të caktuara në mënyrë që të jenë bartës proceseve, se shihet dhe dihet që partitë politike ndryshojnë. Dhe qeverisja politike komunale, do të thotë kryetarja me nënkryetarin dhe të tjerët apo kryetarin nesër ose dikush tjetër ndryshojnë bashkë me drejtor, se të gjithë janë temruar politik, por janë shërbyesi civil ata që e mbajnë makinën e shtetit dhe mbesin si nivel qendror dhe nivel lokal. Dhe unë insistoj në vazhdimsi që në nivelin e shërbësve civil të kemi njerëz profesionistë, jemi mundu të aplikojmë sa më mirë dhe sa më shumë të promovojmë. Kemi bërë dhe sistemin, siç dihet, edhe me UNDP-n kemi projektin i cili promovon transparencën dhe formën në mënyrë që të bëjmë publike gjitha pozitat. Kemi vrejt gradualisht që ka filluar të kthehet interesimi të rinjve, por ka pasur hezitime të ndaja. Domethënë, nëse mbetet parimi përkatësia politike, parim i cili përcjell për pranime në nivelin shërbësve civil, domi është shumë i madh se po humb besimi tek njerëzit. Pastaj njerëzit e përdorin adut edhe në rast se e përdorin si adut që të mos kenë për shembull dosje të kompletuar edhe thonë po çdo gjë po shkon me të ngjashëm ose çdo gjë po shkon me lidhje politike. Tash nuk kuptohet që unë nuk jam më pjesë as e strukturës politike cilës kam qenë. Do thotë ideja është që të kemi një administrat profesionale, një administratë e cila i shërben nevojave dhe qëllimit qytetarëve të komunës Gjakovës dhe e cila do të mbetet e tillë pa marrë parasysh përkatësitë politike të qeverive të cilat vinë dhe shkojnë. Aty duhet kthehet besimi dhe duhet punojmë më tepër në kredibilitet të administratës. Natyrisht edhe ata që janë aktualisht ta kuptojnë që nuk mund të gjejnë arsyetime për mos punë, por duhet përderisa janë në shërbim civil dhe përderisa janë në shërbim të publikut, duhet që gjithë
puna dhe angazhimi dhe fokusit shkon në shërbim të publikut. Kryetar, ne vazhdimisht kemi prezentuar ose kemi përmendur ndarjet që janë bërë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, pastaj janë ndarë dhe subvencione për bujqësi, ndërkohë që sektori i kulturës ka qenë i ngjeshur me aktivitete. Si po ja dilni me buxhetin në këtë aspekt? Me shumë vështirësi. Kemi pasur, domethënë, zbritje nga niveli qendror në subvencione, do të thotë ka ardhur nga Ministria e Financave, dhe kjo ka dëmtu natyrisht në veçanti sektorin e kulturës dhe të sportit. Unë kam qenë jetare e rritjes buxhetit subvencioneve edhe për subvencionet e bujqësisë, por kanë ardhur kufit buxhetor të tillë, të cilët na kanë zvogluar edhe mallra dhe shërbime dhe subvencione. Çka ne në fakt na ka pamundsu që në mallra dhe shërbime në veçanti të bëjmë ato çka ne duam, domethënë më të mirën të mundshme për ofrim shërbim qytetarëve. Për shkak se ndrimi i kategorive, domethënë prezantimi i kategorive të mallrave dhe shërbime si kategori e cila është në ranje, është diçka e cila te ne ka shkaktuar problem. Veçanti për shembull këtë vit një problem me cilin ballafaqohemi për këta muaj tash se ka filluar viti shkollor është transporti i nxënësve. Ajo kategori është shumë e rëndësishme se ajo ofron një mirëqenie, ofron një stabilitet dhe siguri për gjithë prindët të fëmijët të cilëve janë transportu. Dhe për shkak se kemi pasur një buxhet të cungum, ne është dashur ta pezullojmë për këtë fillim vit deri në kërkesën që e kemi bërë te Ministria e Financave në mënyrë që të rritet kategoria e mallrave shërbime. Përderisa kjo kategori në buxhetin e përgjithshëm të komunës Gjakovës paraqitet vetëm me vlerën afërsisht 9%, ndërsa ka komuna që shkon 11-12%, siç janë Gjilani, Peja, Prishtina, që kanë shumë më tepër buxhet mallrave dhe shërbimeve. Ne kemi tash, do të thonë, disa herë jem takuar edhe me zëvendës ministrin e Financave, po kemi kontakt edhe me ministrin dhe presim në një vendim pozitiv në mënyrë që të mund t'i ofrojmë shërbime qytetarëve në ato çfarë janë jetike, siç është për shembull mirëmbajtja e rrugëve, ndriçimi pagesa natyrisht për operatorin, për distributorin e energjisë, transporti i nxënësve. Gjithashtu në aspektin e subvencioneve nuk mund të kërkojmë fonde shtesë, por kemi lobuar që në veçanti bujqësia dhe kultura dhe sporti të mos shiqohen vetëm si subvencione që jipen, por shiqohen si diçka që është shumë e rëndësishme për cilësitetin e jetës në këtë komunë. Ajo çka mund thuhet është që ka pasur mirëkuptim të vazhdueshëm edhe të bizneseve, po edhe të organizatave. Kemi qenë shumë aktiv me organizatat dhe ambasadat në përkrahje disa aktiviteteve kulturore të cilat janë mbajtur në komunën e Gjakovës për herë të parë. Mund të përmend këtu shkollën evropiane verore të muzikës, akademinë, e cila ka sjell një frym komplet të re për Gjakovën në aspektin e kulturës dhe muzikës dhe promovimit të këtij aktiviteti tek të rinjët. Gjithashtu me një përkrahje të madhe të ambasadave në Gjakova, atyre netve ka qenë prezent ambasadorja gjermane, ambasadorja austriak, përfaqësues të ambasadës zvicerane, përfaqësues të ambasadave tjera, dhe për ne është krenari të themi se gradualisht Gjakovës i është kthy masë të madhe, natyrisht pas Prishtinës. Prishtina është kryeqyteti dhe çdo gjë ndodh atje dhe kanë buxhet shumë më tepër se ne, por që është kthy primati i shumë aktiviteteve të cilat më parë nuk kanë qenë prezente në komunën tonë. Ne do të vazhdojmë, domethënë të mbesim idhtar të një qasje të re në kulturë dhe në sport për Gjakovën, por gjithashtu do të vazhdojmë të kërkojmë fondet vazhdueshme që në Gjakovë të ndodhin gjëra, të cilët shumë herë dhe të tjerë që kanë ardhur nga vende të tjera të Kosovës kanë thënë që i kanë pa për herë të parë. Kjo është synimi jon, po synimi jon është që të jetë një jetë më e pasur dhe të di secili që mund të kontribuojë nga pak për një atmosferë shumë më të mirë në komunën tonë. Kryetare, gjatë gjithë fushatës zgjedhore keni përmendur se në komunën e Gjakovës gjithë banorët e komunës duhet të furnizohen me ujë të pijshëm. Pak më përpara përmendet se ky projekt është në proces. Deri në fund të vitit 2017, a beson se në masë të madhe këta banorë do të furnizohen në fund të fundit me ujë të pijshëm? Po besoj dhe do të punoj maksimalisht, ashtu siç kemi punu deri më tash, që ky projekt realizohet suksesshëm. E përmenda më herët që në fillim tetori do ta bëjmë inaugurimin për zonën e Ndushkajës. Pastaj brenda aktivitit gjithashtu do të inaugurohet dhe do të ketë mundësi furnizimi për zonën e Rekës së Mirë. Sfidë mbetet Reka e Keqe dhe 25 fshatrat Rekës Keqe dhe Lugit të Ragojës, por gjithashtu edhe për ato po punohet, domethënë është kryer ujëmbledhësi, është në procedurë marrja, domethënë konfirmimi i kualitetit të ujit nga burimi që është në Bjesht e Babajt, dhe natyrisht paralel është duke u përmbyll
aktiviteti që ka qenë hapja e tenderit për kryerjen e punëve sekondare, gjithsesi shpërndarjen e rjetit në përfshatra, përderisa komuna ka obligim për fundimin e projektit që ka filluar para 8 viteve, gypit kryesor, ndërtimit, domethënë dhe shpërndarjes së gypit kryesor furnizues me ujë të pijes. Paralel me këtë do të ndikoj edhe ngritja e kapacitetit për prodhim të ujit, që është duke kryer nga kompania rajonale e Radoniqi, dhe unë mendoj që ma herët se sa fundi vitit 2017 do të kemi një furnizim 99% vështë 100% në komunën e Gjakovës. Sfidë do të mbeten zonat e larta, ku janë instalu pompa, me anë të cilave edhe kryet furnizimi, por shpesh herë ka probleme ose të shkyqjes me energji elektrike, cilat cilin pastaj të mungesa e ujit, apo të ndonjë defekti që mund të kenë në këto pompa. Kjo ka qenë edhe gjatë verës në 2-3 vende ku kemi intervenu me ujë, sidomos në fshatin Novosel, ku edhe mashtan që edhe pse është instalu uji ka pasur probleme gjatë natës, pastaj ka marrë konfirmim nga Radoniqi që ka qenë probleme me pompa dhe i cili është tejkalu ose është rregullu. Do të thotë që momentin kur përfundon ky projekt, i cili është financim i qeverisë zvicrane, 1.4 milion dhe 430.000 financim i komunës Gjakovës, projekti do t'i dorëzohet KRU Radoniqit, do të thotë që ata do të menaxhojnë natyrisht se përveç që kryet furnizimi nga liçeni i Radoniqit, gjithashtu edhe bëhet pastaj mirëmbajtja domethënë i rjetit të ujësjellësit dhe natyrisht përcjellja e kualitetit të ujit. Ky është një lajm i mirë besoj për gjithë ta banorët që deri më tash nuk kanë pasur kur në jetën e tyre ujë të pishëm. Po, edhe gjithashtu edhe për diasporën që unë uroj kur të vinë verën e ardhshme që mos t'i kenë këto probleme, ka marrë shumë letra prej tyre, veçanti në disa zona dushkajes, do të thotë zona të larta që janë anku se pse kryetare ne sot në shekën 21 vim në Kosovë, vim në Gjakovë dhe gjatë verës nuk kemi ujë të pijes. Domethënë mund t'ju shpjegoj sa kanë pasur mundësi që është projekti i cili është në proces, domethënë kanë qenë duke u ndërtu, por natyrisht se secili don ta besoj kur ta ka mundësinë që ta ketë në shtëpi ujin. Vetëm atëherë ata do të mund t'i besojnë fjalës ose projektit i cili është duke implementuar. Kryetare, si është situata me pronat e uzurpuara në komunën e Gjakovës konkretisht? Fatmirësisht ky vit po ma merr mendja që po shënon për mbylljen e evidentimit gjitha pronave dhe pastaj administrimin e mirëfillt nga kuvendi komunal. Një ngecje që e kemi pasur është që ne nuk kemi pasur asnjë evidencë të trashëguar, do të thotë që është dashur të bëjmë mjaft përpjekje dhe në fund edhe të kalojmë nëpër procesin e matjeve të sakta. Do me thënë komisioni i cili paguhet nga projekti Demos, përfitus të cilit jemi ne, me Gjeodet është duke bërë dhe matjet tashmë të objekteve të banimit dhe dyqaneve. Dihet procedura që dyqanet pastaj të evidentuara në listën e objekteve komunale do të japen në shfrytëzim përmes ankandit, disa janë pa kontrata valide. Tashmë, përderisa për banesa, jemi duke prit nga përgjigje nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që kemi mundësim për ata që duan ti kenë në pronësi, ofrohet mundësia shitjes disa që janë shfrytëzues për vitet të tëra, ndërsa ato banisa sociale pastaj shkojnë prapë njëjtë përmes thirrjes për aplikim. Banimi social po flasi, cili është një kategori e ndarë. Një element tjetër shtesë që është gabimi i qeverisjes ka qenë që nuk kanë apliku ose nuk kanë dorëzuar listë tek Ministria e Mjedisit për t'u ofruar mundësi atyre që i kanë qenë shfrytëzim banesave pronë komунës t'i blejnë ato. Domethënë ne si komuna ka ika fati, cili ka qenë mesi vitit 2013, kur ka qenë ish qeverisja në pushtet, dhe kjo ka sjell probleme tek ne, të cilat ne është dashur që bëjmë lutje pas lutje që të ofrojmë, domethënë të kërkojmë leje nga ministria, si përcaktuesi politikave të banimit, që të na ofrojë këtë mundësi. Sfidë tjetër në vetë mbetet shfrytëzimi i hapësirave publike dhe uzurpimi i tyre, të hapësirave jashtë lokaleve. Në vazhdimsi kemi tendenca të shkuarjes tek ajo që janë pak metra para lokalit, ose është vetëm një hapësirë e cila nuk i pengon askujt, përderisa ne mbesim përgjegjësit kryesor për administrim të pronës komunale dhe komuna është përgjegjëse për administrim drejt dhe secila metër, qoftë metër gjatësi, qoftë metër katror është e rëndësishme. Prandaj du t'i siguroj gjithë që mos shpresojnë që ndoshta mund të bëjmë diçka në këtë periudhë kohore ose mund të shfrytëzojmë hapësirën, ata mund të shfrytëzojmë deri në një implementim në një vendimit të komunës, por që nuk është politike jona që të shfrytëzohet në formën e egër pa leje, por gjithashtu dhe shfrytëzohet vetëm për arsye se njohin dikënd ose kanë mundësi gjendjes intervencave në kuvendin komunal. Mundohemi të aplikojmë sa më shumë dhe gjithve t'ju japim siguri që është një qeverisje e cila është e drejtë dhe korrekte me gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, pa marrë parasysh përkatësinë politike, pa marrë parasysh përkatësi tjera, se nuk do t'hyjnë kategorizime tjera,
por që edhe shqiptarët ta dinë se cili është obligimi ndaj shtetit. Është e vështirë të mundohesh tregosh për parime apo drejtësi në momentin kur njerëzit fillojnë ta humbin besimin që nga niveli më i lartë shtetror, por është e domosdoshme që secili ta ndjej përgjegjësinë e sundimit rendit dhe ligjit, se secili e mban këtë obligim. Nuk është vetëm policia që duhet të mbajë truj rendin, por janë gjithë qytetarët që në një mënyrë ose tjetër mund të kontribuojnë qetësinë e përgjithshme publike dhe rritjen e rendit. I tyre. Kryetarë, ju kanë quajtur shpesh si politikane reformatore. Sfundmi keni ndarë rrugët me AKR-n e Bexhet Pacollit, duke përmendur këtu një formimin e një partie të re politike. Është përmendur Ilir Deda, Vjosa Osmani. Çka më tutje? Po ne jemi në proces të formimit partisë re politike. Është e vërtetë që ka pasur një diskurs në atë kuptimin e prezantimit idesë dhe pastaj hapave më të tjeshëm. Me Ilirin jemi, domethënë, këtë iniciativë, janë të tjerë, disa trim profesionistë cilë shumë shpejt ne besojmë që do të dalim edhe me emrin dhe platformen, domethënë është u diskutuar në fazat finale. Partia re do të prezantohet para opinionit publik, para përfundimit vitit, gjithsesi viti 2016 do të mbyllet me edhe një parti në skenën politike në Kosovë, e cila nuk do të ketë kufizime në raport të etnisë, domethënë mos themi jemi vetëm parti shqiptare, që është e hapur edhe për tjerët, por gjithashtu një parti që synimin e ka kthimin e rendit të shtetit ligjor, fokusin në zhvillimin ekonomik, në sundimin e rendit të ligjit dhe natyrisht sigurinë e përgjithshme dhe përmirësimin e imazhit të Kosovës. Ajo që ka për ne vlen, do të thotë për gjithë ata është që përkundrejt krejt asaj çfarë është thënë është bë, ka ardhur momenti i ri. Domethënë ka ardhur momenti për një parti të bazuar në parime, se unë shpesh kam qenë në impresionin asaj thuhet se kush është kryetari ose kryetaria e partisë së re dhe cila është struktura dhe si do të vazhdon ose si do të udhëheqë kjo parti, më duhet të them se partia duhet të bazohet në parime dhe në program. Dhe njerëzit vinë e shkojnë, por mos të mbetemi peng të individëve ose funksioneve të caktuara. Unë karrierën time kam qenë zëvendës kryeministre, kam qenë ministre, kryetare e parë femër e një komunës. Mendoj se ajo që mund tërheq është që të kem një shtet ku unë besoj se është shtet i sigurt dhe jam e bindur që edhe fëmijët e mi do të rriten pa pasur dyshime se mos kam bë gabim që jam kthyer në Kosovë pas mbarimit studime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ajo kryhet vetëm kur e di se ekzistojnë parimet e sakta, ku nuk del një njeri ose nuk del karriera një personi ta mbaj peng shtetin siç na ka ndodhur, domethënë me kurzime të ndryshme mbi pozitën e presidentit, kryeministrit apo të tjerëve në nivel vendi. Kosova ka nevojë më shumë se kur për punë dhe agjendë të ngjeshur, agjendë aktive e cila e parasheh çdo ditë punës dhe e cila bazohet mbi themi se secili çfarë ka për të ofruar për vendin dhe jo çfarë ka për të marrë nga vendi. Deri më tash kemi pa një strukturë politike e cila ka shikuar se çfarë mund të merr nga pozitat dhe jo se çfarë mund të ofrojë nga vetja që vendi të jetë një vend më i mirë, më progresist për gjithë dhe me mundësi të barabarta, ku njerëzit nuk ndihen të kërcënuar në vendin e vet, apo nuk ndihen të anashkaluar apo diskriminuar, siç kemi pa deri më tash, bazuar në atë se këndë njohin dhe tek kush mund të intervenojnë. Dhe ekskluzivisht sonta mund të mësojmë ndonjë emër të ri të kësaj partie politike të re, qoftë është e mundur, emra të njohur ose të panjohur, qoftë. Ekskluzivisht më do të them që partia do të ketë prezantimin para përfundimit të vitit. Përderisa prapë po them që është mirë që ata njerëz prezantohen vetëm me ne. Domethënë më mirë se sa unë që të bëhem prezantuese e tyre, ata secili duhet të tregojnë pse janë me partinë dhe cila është bindja e tyre mbi shtetin dhe partinë. Prandaj edhe këto më duhet t'ju zgënjej pak juve dhe shikuesve që duhet vetëm edhe pak durim deri në prezantimin publik të tyre individualisht. Okej, rrugët janë ndarë me AKR-n, por apo keni reperkusione në asamblen komunale, kam fjalën këtu te numrat politik në vendimarrje? Po dhe jo, po ndoshta pak për shkak se ka natyrisht një dy individ cilët e ndjejnë që për shkak besnikërisë ndaj AKR-s duhet me domos kundërshtojnë vendimet e mia, jo në bazë ndonjë parimit për të thënë, ndërsa jo në atë që shumica e asamblezëve të AKR-s, të cilët janë zgjedhur bashkë me mua në mandat, kanë vendosur që të jenë bashkë me mua edhe në subjektin e ri politik.
Po ma merr mendja që ne do të kemi një stabilitet në asamblejnë komunale, do të thotë që ky vendimi imi nuk do të ketë pasoja në atë që në kualitetin e jetës në vendimarrje në komunën e Gjakovës apo për qytetarët e komunës Gjakovës, por natyrisht që do të ketë efekt kur do të vinë të zgjedhjet qendrore, që do të jetë një proces tjetër natyrisht i ndarë nga zgjedhjet lokale. Kryetare, gjithë publiku e di se ju çdo ditë së bashku me grupin tuaj në orën 5:55 të mëngjesit filloni vrapjen. Po afrohet dita kur do të mbahet dhe maratona Malësisë së Gjakovës. Ku po shkojnë përgatitjet? Sa njerëz do të marrin pjesë? Kush po ju ndihmon? Faleminderit për këtë pyetje, ma rekreative. Do të jemi në përgatitje, unë ushtroj apo vrapoj jo vetëm për pjesëmarrjen maraton, por gjithashtu edhe për një stil ndryshe tjetës dhe ushtroj dhe vrapoj jo vetëm në Gjakovë dhe në Prishtinë, por edhe kudo që jam, edhe në vende tjera ku udhtoj, dhe këto e bëj tashmë ka ndoshta 2 vite në mënyrë të rregullt. Për maratonën kemi mbajtur një takim në Gjakovë me biznese nga gjithë Kosova, cilët kanë treguar interesim, jemi në marrjen e konfirmimeve, kanë filluar domethënë mbështetja konfirmimeve, gjithashtu edhe ambasadat e akredituara në Kosovë, ju kemi dërguar edhe ftesën, por i kemi kërkuar edhe që të ndihmojnë edhe ato kanë filluar përgjigjet. Kur kjo listë është e hapur, ka mbetur domethënë edhe një javë që ti marrim gjitha konfirmimet finale. Tash këtu po bashkëpunojmë edhe me ambasadën e Republikës së Shqipërisë për bizneset nga ana e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu një përparësi që ka ardhur ende pa u mbajt maratona është që kur e kemi bërë shënimin e shtegut në shkurt të këtij viti, do të thotë për vikendin para vikendit të paraditës për vjetorit pavarësisë, e kemi shënuar një pjesë rrugës e cila ka pas nevojë për intervenim. Tashmë vetëm kanë filluar punimet, financohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, do flasim për rrugën në Bajramcur, për shumicën prej qytetarëve ose banorëve të komunës Gjakovës ndihet si rruga e vjetër e Bajramcurit. Kom pas një mesazh, nuk më kujtohet nga kush, po ka qenë një njeri në moshë në Gjakovë, kur e kemi bërë prezantimin e Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe punës përbashkë me fondin, që më ka thënë, tu kisha lutje kryetare rrugën e Bajramcurit, rrugën e vjetër Bajramcurit më Sahara. I kom premtuar që rrugën e vjetër Bajramcurit do të bëjmë çka është e mundur me qeverinë e Republikës së Shqipërisë, normal është territori i Shqipërisë, por është marrë në konsiderat kjo kërkesë nga kryeministri dhe nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Unë do të jem me siguri deri ka fundi kësaj jave në vizita atje ta shoh deri ku kanë shku punimet që për maraton, do të thotë tjetë rruga e përfunduar. Përderisa edhe me 2 ministrit relevante, do të thotë Ministrinë e Edukimit dhe Sportit në Shqipëri dhe Ministrinë e Kulturës dhe Sportit, jemi bisedime për mbështetje me 2 federatat, Federatën e Atletikës Kosovës dhe Shqipërisë, por gjithashtu edhe me Komitetet Olimpike. Synojmë të kemi shumë shpejt një takim të përbashkët në Prishtinë me gjithë këta aktorë, do të thotë nivelit drejtorive të sportit 2 ministrive, Federatave të Atletikës dhe Komiteteve Olimpike, për shkak se është maratona e parë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Do të thotë maratona e parë e plot, 42 km, 195 metra. Dhe siç e dini, synimi nuk është vetëm promovimi i aktivitetit sportiv, është promovimi i aktivitetit kulturor, i bukurive të natyrës, i turizmit, i bjeshkve apo alpeve shqiptare. Për arsye se maratona mbahet me 15 tetor, do të thotë të shtunën e dytë të tetorit, fillon në Gjakovë, do të thotë gjithë ata që duan ta vrapojnë maratonën do të vinë dhe do të rrini një natë në Gjakovë. Pastaj planifikohet një mramje në Valbon, në mramja 15 tetorit dhe 16 tetorit e diela kthimi prapa për gjithë ata që marrin pjesë. Presim natyrisht edhe përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare, tashmë kanë filluar regjistrimet, janë përfaqësues diasporës Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Gjermania dhe nga Anglia, që vetëm kemi marrë përmes veçfaqes. Du t'i inkurajoj gjithë tjerë që mendojnë se nuk mund t'i vrapojnë 42 km, që në maraton mund të marrin pjesë edhe nëse vrapojnë gjysmë maratonën, 21 km, apo edhe shtafetën, që e kemi 4 persona nga 10 km. Dhe kjo është një mundësi e mirë për kompanitë që duan t'i promovojnë aktivitetin e tyre, kanë domethënë një grup nga 4 vetë që i vrapojnë secili nga 10 km dhe mund të garantoj një mbrëmje të shkëlqyer në Valbon dhe një themi të paktën aspektin kulturor, sportiv dhe shpirtëror, një unifikim të Malësisë Gjakovës në vikendin e 15 dhe 16 tetorit. Fundit kjo besoj kontribon edhe në zhvillimin e gjithë zonës këtej dhe andej kufirit. Gjithsesi është një prezantim për shkak se sidomos për Shqipërinë, flasim për zonën më të varfër dhe më të haruar në Republikën e Shqipërisë. Dhe ata ndjejnë, e vrejnë, domethënë ne jemi këtu në këtë organizim bashkë me Bashkinë e Tropojës,
gjithsesi qytetin e Bajramcurit, e vrenë ngallëzimin në sytë e tyre. Ne kemi pasur një takim javën e kaluar të përbashkët në Gjakov me çështje organizative, aq janë të lumtur, sidomos tashmë që i kanë pa fillimin e punimeve në rrugë. Jam falendërues ndaj Gjakovës dhe ndjej se po kthehet ai roli dhe ndikimi që e ka pas Gjakova në zhvillimin e Malësisë, por tashmë me gjëra konkrete. Dhe ne dimë që gjithë ata njerëz që do të vinë dhe do të vizitojnë do të kthehen prapë. Kjo është shumë e rëndësishme për Valbonën, për Gjakovën, që mos kemi turist apo vizitorë të ndryshëm që vinë vetëm deri në Prizren, kalojnë nga Gjakova ose deri në Pej dhe vetëm Gjakovën e kanë tranzit, po dinë se mund të ndalen dhe ka një ofertë mirëfillt turistike, kulturore, të historisë dhe trashëgimisë tonë edhe në Gjakovë dhe në malësitë Gjakovës edhe në Bajramcur. Dhe në mos tjetër të paktën kjo zonë të njihet ndërkombëtarisht. Të njihet, të dihet dhe të vjen në pah shpirti i zonës. Do me thonë, është djep i kulturës, ka qenë, do me thonë, vatër e shumë iniciativave dhe themi se më pak të jemi në andra ose themi në nostalgji se kush kemi qenë, po të shiqojmë se kush mund të jemi dhe kush mund të bëhemi. Dhe kjo bëhet vetëm me punë, të vazhdueshme dhe çdo ditë nga një aktivitet, i cili dikur arrin në pikën ku mund thuhet pastaj se kemi një komunë aktive, kemi një zonë aktive, dhe sot me konceptet e zhvillimit ekonomik evropian nuk mund të kesh komuna që zhvillohen të ndara, as zona apo as shtete, do të thonë çdo gjë është për te kufive. Dhe ne kemi një pozitë ideale që bashkarisht me Malësinë mund të kemi produkte që zhvillohen këtu dhe të jenë unike, ndoshta jo për Ballkanin, po edhe më gjerë. Kjo është ideja, që gradualisht ju japim njerëzve idenë që mund të kenë iniciativat ndryshme të ndërmarrësisë këtej dhe andej kufirit që janë të përbashkëta. Në Malësi ka shumë njerëz që kanë kërku të ardhmen dhe shpresën jashtë, domethënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë, dhe asaj diaspore të Malësisë së Gjakovës, gjithsesi anës tjetër kufirit, të japim arsye që të kthehen dhe të investojnë në Bajramcur, në Tropoj, ta shohin vendin e vet dhe natyrisht pastaj do të ketë efekte në të dy anët e kufirit. Viti i ri shkollor 2016-2017 filloi. Problemet e fillimit dihet tashmë në gjithë Kosovën, në gjithë vendet. Si ka shkuar ky proces në komunën e Gjakovës? Përveç faktit se kemi pasur vonesa me shpërndarjen e librave, për çfarë edhe u shty fillimi i vitit shkollor, në aspektin e infrastrukturës kemi qenë më mirë përgatitur, do të thotë ka filluar pa probleme. Ajo që ka me brengosje për cilë është çështja e transportit, do të thonë një element cilin unë vazhdoj të punoj dhe të mundohem që të paktën për muajt në vijim të kemi mundësi financiare që ta rikthejmë prap transportin e nxënësve ashtu siç i kemi filluar edhe 2 vite më parë, por në anën tjetër për tjerat janë në rregull, domethënë pak a shumë brenda mundësive tona financiare. Kemi pasur një investim apo një fokus edhe në terrene sportive, qoftë përmes projektit të Komisionit Evropian apo projektit të Ministrisë Kulturës, është investuar në disa shkolla, do të vazhdohet të investohet ma tutje. Kemi aneksin e ri të shkollës Mustafa Bakia, cila tash është edhe me organizim të ri, bashkë me shkollën e Morina. Gjithashtu kemi pasur në vazhdimsi bashkëvenditje apo një riorganizim edhe të stafit akademik, do të thotë rregullimin e orëve, plotësimin e orëve dhe mbajtjen sa më stabile të kuadrit mësimor. Kemi një tepritës edhe në kuadrin mësimor, ajo që ka sjell probleme, domethënë që kanë qenë trashëguara, por që në komunën tonë pritet rregullohet gradualisht me pensionimin e stafit i cili ka arritur moshën e pensionimit. Kryetara, me qenë se minutët e emisionit po na përfundojnë, ne ju falenderojmë që ishit sonte me ne, ju dëshirojmë punë të mbar suksese dhe sa më pak probleme në komunën e Gjakovës. Falenderit shumë, ju falenderoj edhe një herë për ftesën, gjithashtu uroj që të kemi një vjesht të begatshme për gjithë banorët e komunës Gjakovës dhe natyrisht që bashkarisht i kalojmë problemet, por gjithashtu të shohim një të ardhme më të ndritur, për cilën ne po mundohemi të punojmë, por gjithë tjerët jenë bashkë me ne. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda me kryetaren e komunës së Gjakovës, zonjën Mimoza Kusari Lila. Ne do takohemi sërish javën tjetër me të tjerë të ftuar dhe me një temë tjetër. Mirupafshim. Faleminderit edhe një herë. Só por ele. Next time there is 255 years. Tem